Prej shumë vitesh Samir Tahiri ka qenë pjesë e politikës, por u largua prej saj shumë i zgënjur, madje duke mbajtur edhe burgun mbi shpinë. Ai tha se goditja më të madhe e mora nga njerëz për të cilët kontribova dhe i bëra mirë, ishin pikërisht këto njerëz që me prapaskenat dhe poshtërsitë e tyre më bën që unë të prek fundin, por ato harruan një gjë, unë di të ngrihem gjithmonë. Pas daljes së tij nga burgu, Samir Tahiri u distancua plotësisht nga politika dhe zgjodhi një drejtim krejt tjetër, biznesin. Fillimisht, Tahiri në periferitë të Tiranës ngriti një biznes. Ai krijoi një agroturizëm me prodhime bio dhe me një sipërfaqe mjaft të madhe. Më pas, mediat shkruajtën gjërësisht për ndërtimet që po bënte Samir Tahiri tek ish-sheshi Shqiponja në hyrje të Tiranës. Më pas, ish-ministri deklaroi se ajo ishte toka e bashkëshortes së tij dhe ato po zhvillonin pronën e tyre. Pikërisht në hyrje të Tiranës, Tahiri ka ndërtuar minimalisht 5 pallate me standarde shumë të larta, të cilat janë jo vetëm apartamente banimi, por edhe objekte biznesi. Te këto pallate, në katin e parë dhe të dytë, në një hapësirë rreth 2000 metra, Samir Tahiri ka hapur një spital privat dhe një laborator mjekësor me aparatura të teknologjisë së fundit. Investimi është miliona euro, por me sa duket, ish-ministri ka hequr dorë përfundimisht nga politika dhe tashmë po sqaron bizneset e tij, të cilat duket se i sjellin fitime mjaft të larta.